Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. 14 familjet e Boçovës në Levan të Fierit bën një kallëzim kolektiv në drejtorinë e policisë kundër kompanisë së ndërtimit Bervi Construction, e cila u ka marrë tokat për të ndërtuar panele diellore. Pasi protestuan për zaptimin e tokave të tyre në fshatin Boçovë të njësisë administrative Levan nga kompania Bervi Construction në pronësi të bashkëshortes së Pëllum Salillarit, e cila po investon për ndërtimin e paneleve diellore, 14 familjet e prekura janë drejtuar policisë së Fierit. Ata kanë vendosur ta ndjekin çështjen e tyre në të gjitha instancat, duke ndjekur hapat e duhur ligjor. Fillimisht ata protestuan pranë tokave të tyre 3 ditë më parë, ndërsa paraditën e sotme i janë drejtuar Komisariatit të Policisë Fier për të bërë një kallëzim kolektiv. Në prononcimin e tij për mediat, fermeri Sandër Muja ka kërkuar mbështetjen e shtetit dhe i ka bërë apel organeve të drejtësisë të ndërhyjnë për zgjidhjen e kësaj situate, pasi këto toka i kultivojnë prej 30 vitesh, duke qenë taksapagues të rregullt. Kemi ardhur këtu përpara Komisariatit të Policisë kolektiv të bëjmë një kallëzim për sa i përket pronave tona që kemi në fshatin Levan Boçovë. Jemi disa familje nga Veriu të internuar në Shtyllas dhe në Levan, ku ato toka ne disponojmë prej 25 deri në 30 vjet, duke paguar taksat vit për vit. Dhe neve sot shohim që një kompani vjen dhe na dhunon pronat tona që ne kemi me aktin e marrjes tokës në pronësi. Kemi një status të veçantë për ato prona që jemi pajisur nga ky shtet. Kërkojmë një zgjidhje përpara Komisariatit të Policisë, do shkojmë brenda, do bëjmë një kallëzim kolektiv për të problematikën tonë. Duam të shkojmë deri në fund kësaj problematike. Kërkojmë mbështetjen e shtetit dhe kërkojmë që mbi tokat tona që ne i mbjellim grur, mos të hidhen gur. Këta në qoftë se kanë lidhje dhe me qeverinë, edhe me perëndin në qoftë se kanë lidhje, të tokat tona nuk kanë asnjë të drejtë të hyjnë dhe të na i dhunojnë. Kërkojmë mbështetje nga policia dhe institucionet më lartë që përket për këto problematikat tona. Ata shprehen të vendosur në kauzën e tyre, pasi tokat që kultivonin deri një vit më parë janë i vetmi burim të ardhurës. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në aktivitetin për Ty Natyrë. Ai tha se krimet mjedisore janë ulur dhe po punojmë për një proces reformimi të menaxhimit të pyjeve. Kryeministri Edi Rama ishte pranishëm sot në aktivitetin për Ty Natyrë. Në fjalën e tij, ai theksoi prioritetet për mjedisin, biodiversitetin dhe pyjet, të cilat do të hyjnë në një fazë të re përmes modelit unik të administrimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Kryeministri Rama foli për sfidën e madhe me zjarret në ver, ku sipas tij askush nuk ja ka gjetur ilaçin. Ai gjithashtu foli për rritje të financimeve në këtë sektor, por edhe për rritjen e kapaciteteve për pyllëzim. Rama u ndal tek rënia e krimeve mjedisore, me nisjen e mandatit të 4 është aplikuar në mënyrë të theksuar spastrimi i ndërtimeve pa leje. Kryeministri foli edhe për një strukturim të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe të Pyjeve, dhe përmendi punën e mirë të agjencisë që i ka katërfishuar të ardhurat e veta në 3-4 vitet e fundit dhe sipas tij potenciali është shumë i madh. Duke kthyer kokën pas, pa diskutim që ka shumë arsye për të qenë krenar për ku jemi sot. Kam parasysh se na u desh një dekadë më parë të bëjmë 2 ndërhyrje shumë radikale për të siguruar marrjen e një kthese të domosdoshme në kushtet kur qoftë prerja e palishme e pyjeve, qoftë gjuetia e palishme ishin bërë plagë reale që zgjeroheshin mbi trupin e natyrës së Shqipërisë. Dhe sot mund të shikojmë me krenari rezultatet e 2 moratoriumeve që aso kohë krijuan debat dhe u pan me shumë dyshim. Qoftë në aspektin e ripërtritjes së pyjeve, qoftë në aspektin e ripërtritjes së faunës në Shqipëri. Me Ministrin e Mjedisit, me ekipin e Ministrisë Mjedisit, jemi angazhuar në një proces reformimi
të modelit të menaxhimit të pyjeve dhe të natyrës ndërsi. Një reformim i cili do duhet filloj nga një ristrukturim i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura dhe i Agjencisë Kombëtare të Pyjeve, duke i bërë bashkë dhe duke krijuar një sinergji mes të dyjave, për të pasur një agjenci e cila të merret 360 gradë me zonat e mbrojtura me pyjet, sepse eksperienca ka treguar që duam apo s'duam ne janë dy komponent të pazgjidhshëm nga njëri tjetri dhe dy agjenci nuk e bëjnë më të lehtë, por e bëjnë më të ngatruar procesin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi sot një takim për reformën zgjedhore dhe territoriale me aleatët e Federatës së Opozitës së Bashkuar. Kryetari i PDK-s Nart Ndoka kritikoi Berishën. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me aleatët e Federatës së Opozitës së Bashkuar. Berisha akuzoi kryeministrin Rama për korrupsion dhe krahasoi diktaturën autoritare të Edi Ramës me atë të Maduros në Venezuelë, pasi sipas tij të dyja mbështeten te fuqia jashtëzakonshme e drogës. Berisha tha se Shqipëria është një njollë e zezë në hartën e Evropës. Shqipëria është një njollë e zezë në hartën e Europës. Është zyrtarisht pas raportit të fundit të OSBE-Odirit, autokracia elektorale apo diktatura autoritare. Do të thotë regjim që pranon pluralizmin, por e shtyp pluralizmin. Ky është i gjithë themeli, gjithë thelbi i saj. Nuk është totalitare, sepse e pranon pluralizmin. Totalitarja nuk e pranon pluralizmin. Kryetari i PDK-s Nart Ndoka kritikoi Berishën në takimin me aleatët për reformën zgjedhore. Ne nuk kemi fituar zgjedhjet që në 2018. Nuk e kuptoj, zoti Berisha, se si ka mundësi që nuk e shohim të keqen të 2018 të ky sistem, se nuk kemi fituar. Pra Partia Demokratike nditen më të mirë se saj, qeverisjen më të mirë që pati, në 2009 kemi marrë 70 mandate. Pra se kemi kaluar pragun e 50%. Edhe mos zgjedhjeve, Edi Rama po diskutim që blen zgjedhja, bën presione, bashkëpunon me grupet kriminale, por kjo e thellon pa pas informacion, vemi përballë një realitetit që në ka penalizuar nga zgjedhja në zgjedhje. Dhe për fatin e keq, dhe këtë e kam si vërejtje, krijohet një frym edhe tek militantët e partisë tuaj, sikur aleatët janë një peshë, janë një kosto. Jo. Këtë e dini edhe ju, po nuk jo thoni, edhe na bëni ne tabelqitjet. Jo, aleatët janë vota për ju, janë një vlerë e pluralizmit dhe marrim shumë më pak se sa në takojnë bashkë 5 tonë elektorale. Që ne që në vitin 2008, kur ka nëshu kodit zgjedhor, ne nuk testohemi. Se futemi në koalicion edhe në numërën e të vota që mesin shkrumin letër dhe jo ato mira të Tiranë që i merrin jo nëpërmjet koalicionit që s'kemi kandidat. Berisha u premtoi aleatëve të tij politik se sistemi zgjedhor i ardhshëm në Shqipëri do të vendoset në bashkëpunim të ngushtë me ta. Punësimi dhe pagat reale në Shqipëri pritet të bien deri në vitin 2030. Analizon Banka Botërore në një studim të fundit global mbi ndikimin e klimës në punësim. Punësimi në Shqipëri do të qëndrojë vendnumëro deri në vitin 2030 dhe të ardhurat nga puna do të bien me -0.1%, analizon Banka Botërore në një studim të fundit global mbi ndikimin e klimës në punësim. Analiza tregon se ekonomia jon nuk arrin të krijojë vende të reja pune mjaftueshëm për të përballuar presionet strukturore, si plakja e popullsisë, rritja e emigracionit dhe ngadalësimi i produktivitetit. Projekcioni i bankës tregon se edhe në mungesë të krizave të mëdha, tregu i punës në vendin tonë mbetet i brisht dhe i ekspozuar ndaj reformave të papërfunduara, sidomos në arsim dhe në teknologji.
Ndikimi në të ardhurat nga puna është më i theksuar. Shqipëria regjistron rënje rreth minus 0,1% deri në vitin 2030, çka sinjalizon se pagat reale dhe të ardhurat nga puna pritet të mbeten të nënshtruara ndaj presioneve të produktivitetit të ulët dhe kërkesës së ngadalësuar për fuqi punëtore. Ekonomitë si Shqipëria varen shumë nga sektorët me vlerë të shtuar të ulët dhe ku informaliteti është i lartë. Projekcionet e bankës tregojnë se të ardhurat e familjeve mund të rriten më ngadalë se sa pritshmëritë ose edhe të pësojnë rënje, duke forcuar më tej presionet sociale dhe më pas të rrisjen e migracionin. Në krahasim me vendet e tjera me të njëjtët kushte zhvillimi, Shqipëria pozicionohet në segmentin e atyre që pritet të përjetojnë luhatje të lehta, ndërsa në vende si Armenia dhe Ekuadori luhatjet janë shumë të forta. Shqipëria mbetet më afër mesatares së grupit. Megjithatë, fakti që as punësimi dhe as të ardhurat nuk projektohen të rriten, sinjalizon se ekonomia nuk arrin të përfitojë nga reforma transformuese që mund të gjeneronin fitime të reja të produktivitetit. Analiza e Bankës Botërore tregon se ekonomia e vendit tonë do të ecë me një ritëm të ngadalt deri në vitin 2030 pa rënje dramatike, por pa dinamizmin e nevojshëm për të përmirësuar standardet e jetesës. Si një vend me nivele të larta të emigracionit, Banka Botërore sugjeron reforma që të mund të rrisin produktivitetin e punës dhe kështu një shpërndarje më të drejtë të vlerës së shtuar në ekonomi. Të gjitha reformat, sipas bankës, duhet të kenë kapitalin njerëzor në fokus. Qeveria angleze ofron mbi 3.000 pound për 700 familjet shqiptare me qëllim të largohen vullnetarisht nga vendi. 3.000 pound u ofron qeveria britanike 700 familjeve shqiptare me qëllim nxitjen e largimit të tyre vullnetar nga Mbretëria e Bashkuar, pasi u ka mbaruar e drejta e qëndrimit në Angli. Ministria e Brendshme Shabana Mahmud fillimisht njoftoi në parlament se rreth 700 familje shqiptare, përfshirë dhe ato me fëmijë, pritet të deportohen si pjesë e reformës së qeverisë në këtë fushë. Shumë prej tyre kanë marrë tashmë refuzim për kërkesat e azilit, por kanë vijuar të qëndrojnë në vend. Zëvendës ministri britanik për sigurinë e kufive, Alex Norris, deklaroi për median vendase se pagesa e ofruar, e cila aktualisht është rreth 3.000 pound, shihet si një investim i mirë për taksapaguesit britanik, duke qenë se shteti vazhdon të mbulojë kostot e strehimit për familjet të cilave u është refuzuar azili. Norris nuk specifikoi shumën finale, duke theksuar se ajo mund të jetë më e lartë. Kjo nismë lidhet ngushtë me marrëveshjen e riadesimit Shqipëri-Britani të firmosur në vitin 2022 nga kryeministri Edi Rama dhe ish kryeministri britanik Sunak, e cila lehtëson kthimin e shtetasve shqiptar me kërkesa të refuzuara. Britania synon të ulë kostot afatgjata të akomodimit të familjeve që kanë humbur të gjitha rrugët ligjore, por që ende nuk janë larguar vullnetarisht. Në një intervistë për gazetën The Telegraph, Norris theksoi se fëmijët e lindur në Mbretërinë e Bashkuar nga prindër me kërkesa të refuzuara për azil nuk përjashtohen nga procesi i deportimit. Sipas tij, do të trajtohet çdo rast më vete, por ligji i imigracionit lejon largimin e të gjithë anëtarëve të familjes. Taksapaguesit vazhdojnë të paguajnë për strehimin e këtyre familjeve, të cilave ju është refuzuar azili, por që nuk kanë pranuar kthimin vullnetar në Shqipëri. Ky mbetet një nga argumentet kryesor të qeverisë së Londrës për të rritur presionin ndaj rasteve të pazgjedhura. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë miropafshim.